Përshëndetje miq, ju përshëndes unë Mimoza Elezi dhe vazhdojmë leximin e suretit të defterit të Sanxhakut Arvanit me datim 835 të Hijrit dhe me datim të kohës sonë i përket vitit 1431-1432. Pra siç e kam theksuar edhe në programet e tjera, profesori dhe historiani i shuar turk Halil Inancık e ka bërë përmbledhjen e këtij defteri duke i vënë emrin Sanxhaki Arvanit, siç është edhe nga emri dhe siç janë edhe nga shënimet të burimeve osmane. Arvanit quhej ajo pjesë e Epirit, duke përfshirë dhe Çamërinë, ku popullsia e këtyre vendeve fliste gjuhën shqipe dhe mbajshin emra shqiptar, që kjo ishte një veçori që e dallonte nga popujt e tjerë. Dhe në përgjithësi Sanxhaku Arvanit përbëhej 70% nga shqiptar, ndërsa një pjesë tjetër ishin të ardhur që mbanin emra slav, emra grek apo emra hebrejnë, të cilët ato janë vendosur më vonë në këto zona dhe në këto troje. Dhe në defterin e Sanxhakut Arvanit ne shohim me pyrpikmëri përbërjen e fshatrave, emrat e fshatrave, ku një pjesë e fshatrave janë zhdukur, një pjesë e fshatrave kanë ndryshuar vendin e tyre, një pjesë e tyre ku kanë qenë fshatra të vegjël dhe janë bashkuar. Dhe si që shikojme, po shohim një nga një timarli të këtyre zonave, të këtyre vilajeteve, ku timarli quhej ai administrator, i cili ishte një shërbyes i përpikt i administratës osmane që do të shënonte me imtësi dhe me rregull dhe me pyrpikëmëri emrin e fshatrave, banorët e fshatrave, sa banor kishte fshati, çfarë kultivonte fshati, të ardhurat e fshatrave dhe patjetër që do të mblidhe dhe taksa që shkonin për administratën osmane, që do të përdoreshin për ushtrinë, për ushqim, për veshje dhe për armatime. Dhe sot do fillojmë shpalosjen e dokumentit dhe leximin e timarlive të vilajetit të Sanxhakut të Beratit, ku do të shikojmë imtësi duke i bashkuar 2 ose 3 timarli sipas përbërjes, sepse kur timarlitë përbërja e fshatit është e vogël dhe programi nuk arrin 10 minuta, atëherë do të bëj përmbledhjen e 2-3 timarlinëve që programet të jenë minimum 10, maksimum deri në 20 minuta një program. Pra të jenë programet sa më të shkurtra, sa më të qarta dhe me të dhëna sa më të plota. Para se të filloj leximin e timarlinëve që do të shikojmë sot, ju them që programet e mia me shpalosjet e dokumentave dhe tema historike dhe për shqiptarët e Turqisë shfaqen çdo të mërkurë dhe çdo të shtunë në orën 18 të darkës. Gjithashtu ndjekësit e mi, të cilët këto programe i quajnë me vlerë dhe e kuptojnë se sa kohë i kushtoj këtyre programeve, do të shëroje të bëheshin abonent mujor me një abonim minimal në kanalin tim. Sa më shumë abonent të keme, aq një përkrahje e madhe do të jetë edhe për mua. Pra faleminderit dhe sot fillojmë me timarjet e tjera. Sot jemi në faqen 8 të defterit Arvanitas dhe do të shikojmë timari i Gjinit, timari i Naib Ahrianit të Ishakut dhe do të shikojmë edhe timarin e Jusufit. Vazhdojmë. Pra, vazhdojmë leximin me timarin e Gjinit. Timari i Gjinit, djali i Vranos, është timari vjetër dhe më parë ishte në zotërim të një spahiu. Detyrim ushtarak. Detyrimi ushtarak që kishte Gjini ishte të ishte i vet armatosur, kishte një kalorës në ndihmë me pajisje ushtarake. Në timarin e Gjinit përfshiheshin fshati Vidolishte, që kishte 50 shtëpi, 2 gra të veja, 6 peqar, të ardhurat ishin 3772 akçe. Shënim, një pjesë e fshatit Vadolishte i përkiste Deli Doanit ku përbëhej nga 25 shtëpi. Një fshat tjetër që i përkiste timarit të Gjinit ishte fshati Uspare, që kishte 14 shtëpi, 2 gra të veja, të ardhurat ishin 686 akçe. Shënim, ky fshat i regjistruar si vakëf, nga ky fshat u dhanë disa pjesë si timar. Ato fshatra që administroheshin nga të krishterët, ato ndaheshin dhe i jepshin si timare edhe personave të tjerë. Fshati Vaçomit kishte 4 shtëpi, një grua të ve, të ardhurat ishin 300 akçe. Shënim, ishte regjistruar si vakëf. Një pjesë të ardhurave i përkiste Jusufit. Totali i timarit të Gjinit ishte 3 fshatra, 68 shtëpi, 5 gra të veja, 6 peqar. Të ardhurat totale ishin 4758 akçe. Siç e kam theksuar, kur timaret janë të shkurtra, bëjmë bashkimin e disa timareve. Dhe vazhdojmë leximin me timarin e Nëjbiut të Arianit,
Ishakut, që ishte dhënë nga koha e sultanit të Ndira. Me një xhebeli, pra me një ushtar, pra timari kishte të drejtë të kishte një ushtar në mbrojtjen e tij dhe duhet ta paraqiste vetë cili ishte ky ushtar. Dhe kemi shëdim që ky timar është pezulluar. Vazhdojmë. Pra ky timari i Nebiut të Arjanitit të Isakut kishte këtë përbërje që ishte dhënë në kohën e sultanit të Ndir dhe më vonë ky është pezulluar. Vazhdojmë me timarin e Jusuf Arvanidit, pra Jusuf shqiptarit, nga grupi i Mahmudit, nga timari i përmendur i Nebit Isak, që është i vjetër. Pra timari i Nebiut Arjanitit që është pezulluar, si shikojmë Arjaniti është një emër që na përket ne, i është dhënë Jusuf Arvanidit, pra Jusuf shqiptarit, nga grupi i Mahmudit, ku Jusuf Arvaniti i shërbente vetë dhe kishte një ushtar në përkrajën e tij. Në gjendjen aktuale, ky Jusuf Arvanidi e ndërroi timarin me Jusufin nga Janina në varësi të Grebenesa. Tani ky timar bashkë me fshatin Rusati, që është shënuar në faqen e 14 më poshtë, është në zotërimin e Yunusit si timar i dhënë në fillim të vitit 853 me urdhër nga Edirneja. Ky Yunusi u bë plak dhe u largua nga shërbimi. Për këtë arsye timari u transferua djalit të Muhamedit në vitin 854, pra miladi 1450-1451. Në gjendjen aktuale, ky timar u konfirmua përsëri Muhamedit dhe ju dha berati sultanit, pra në vitin 855, që i përket vitit 1451-1452. Tani, për shkak se Yunusi vdiq, timari i tij, pra fshatrat Posholkej, Potolove dhe Rusat, i shënuar në faqen e 14 më poshtë, ju dhanë bashkërisht Sofu Sinanit dhe djalit të tij Isës. Këto vende janë të përbashkëta. Sinani banon në kështjellën Argjirokastrës dhe kryen shërbim, ndërsa djali i tij Isa paraqitet çdo vit. Në fillim të muajit Rexhep të Hijrit 857, pra që i përket muajit gusht të vitit 1453, pra siç pa më sipër, Sofu Sinani ishte me detyrë ushtarake dhe qëndronte në kështjellën e Gjirokastrës. Pra timarlit janë zgjedhur ato që quheshin besnik dhe shërbëtor të mirë të administratës osmane. Tani timari ju mor Muhamedit dhe me ndërhyrjen e Kasem Pashës ju dha Ballabanit nga shërbëtorët e Jakub Beut. Kjo ndodhi në vitin 859, që i përket viteve 1455-1456 me datimin e sotshëm. Shënime, pjesa e përmendur kaloi te djali i Delidoanit i quajtur Ali në muajin Xhemazie Lula të vitit 858, që përkon me muajin janar shkurt të vitit 1455 miladi, me urdhrin e Edirnesa. Nga ky fshat 8 shtëpi më shumë se sa janë shënuar në defter ju dhanë Karacës me ndërhyrjen e Sanxhak Beut dhe ju dhanë Terzidoanit nga klasa e agallarëve. Fshati Posolkej kishte 11 shtëpi, të ardhurat ishin 678. Regjistrimi i parë i përket vitit 837 në Edirne. Fshati Potolove kishte 9 shtëpi, të ardhurat ishin 577. Ky fshat më vonë ju shtua timarit të Jusufit që përkon me vitin 837 Hijri. Këtu është theksuar edhe diçka kura, pra që kishte 20 shtëpi. Kura quhej një zonë e caktuar ose një fshat i vogël që përdoret për të përshkruar njësinë e tokës që jep të ardhurat në defter. Të ardhurat e përgjithshme të këtij fshati ishin 1250. Shikojmë shënimin në fund të faqes. Nga administrimi i Hamzës, kur Pashai Ynë ja dha Arvanidit shqiptarit, e shtuan dhe ja dorëzuan në Kapuda, ku u mbajt regjistri dhe u dha. Regjistrimi u bë në muajin Rabiul Ahir, Hijri 838 në Edirne, që i përket muajve gusht shtator të vitit 1434. Nga fshati Kyçyk Labova, pra Labova e vogël, shohim që janë regjistruar 29 shtëpi dhe të ardhurat ishin 1400 akçe. Nga administrimi i Muhamedit në varësi të Kaninës, që ishte nga fshati Kyçyk Labova, që ishte një pjesë me 35 shtëpi, të ardhurat ishin 2279. Gjithsesi, timari Jusufit përbëhej nga 3 fshatra, nga 55 shtëpi dhe të ardhurat e përgjithshme ishin
3679. Pra si që e shikoni, po bëj përshkrimin e fshatrave dhe të timarlive një nga një me të dhënat si që janë në defterin Arvanitas dhe kështu në nxjerrim numrin e fshatrave shqiptar, fshatrat e humbur të asaj kohe, çfarë emri mbaheshin dhe si ishin administruar fshatrat në atë kohë. Sureti i defterit Sanxhak Arvanit, Hijri 835 dhe Miladi 1431-1432, është ai defter që përmban dokumentet më të vjetra osmane mbi përbërjen e tokave, mbi përbërjen e trojeve shqiptare të fshatrave të popullsisë të ardhurat të asaj kohe. Programi për sot mjafton dhe do të shihemi në programin tjetër ku do të shikojmë timarin e Aliut. Faleminderit për ndjekjen dhe ju lutem rrini në ndjekje dhe për ekranin duke ndarë videot dhe gjithashtu për ekranin duke u bërë abonent në kanalin tim, abonent mujor me diçka minimale dhe shpresoj që këto thirrje do të bijnë në vesh të ngrohtë të një biznesmenit i cili mund të bëhet edhe sponsor për të gjithë këto programe që po shfaq. Mirupafshim në programin tjetër.